Përmes një postimi në Facebook, publicisti Gëzime Kulli ngriti disa pikpyetje të forta mbi heshtjen e pazakontë të Beogradit ndaj protestës së thirrur nga kryeministri shqiptar Edi Rama në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po mbahet në Hag. Mekulli vëren me habi se ndryshe nga reagimet e menjëhershme të Serbisë zyrtare edhe për ngjarjet më të vogla në Kosovë, kësaj radhe Beogradi është zhytur në një heshtje të thellë. Ai shton se mungesa e reagimit nga presidenti Vučić ndaj një nisme të tillë nga miku Rama nuk është e rastësishme dhe mund të jetë pjesë e një marrëveshje të heshtur, duke u shndërruar dyshimin në një paralajmërim serioz për cilë bota sot. Në vijim shkrimi i tij plot. Asnjë reagim nga Beogradi. A nuk ju duket e çuditshme heshtja e Beogradit për protestën e thirrur nga Rama në Tiranë, në shenjë solidariteti me ish-krerët e UÇK-s që po mbahen në Hag? Dje, krejt Serbia zyrtare, media opozitës reaguan brenda 30 minutave për shkak se 3 kamion të ndryshkull kaluan nëpër rrugë të Kosovës. E sot, s'paku deri më tash asnjë fjalë nga Vučići as nga Beogradi i moçëm. Pse more Vučić reagon e kallet kur është në lojë Albini, por shukat kur miku Edi Rama del në skenë? A është kjo heshtja e Beogradit pjesë e një plani prapa dyerve të mbyllura? Kujdes, kur Rama proteston e Vučić shukat, dyshimi nuk është në teori, është thjesht një paralajmërim. Kryetari në detyrë i Prishtinës dhe kandidatë tashmë në balotazh për mandat të dytë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama, ka marrë pjesë dje në protestën e organizuar nga veteranët në mbështetje të ish-ushtarëve të UÇK-s dhe kundër gjykatës speciale, i shoqëruar edhe nga djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Rama shihej i buzëqeshur, ndërsa në shkrimin e tij në Facebook, ai shkroi se sheshi i Tiranës ka një zë. Sot ky shesh frymon me gjakun dhe nderin e të gjithë atyre që dhan jetën për lirinë tonë. Sot ky shesh është zemra e kombit që rreh me një ritëm të vetëm, ritmin e dinjitetit, të kujtesës dhe të krenarisë. Në këtë shesh, përkulemi me mirënjohje para atyre që rroken pushkën për nder, për tokë, për gjuhë. Sot jemi bashkë për t'i dhënë zë asaj të vërtetej që s'mund të heshtet, se lufta jonë ishte e drejtë, e pastër, çlirimtare, se gjaku i djemve e vajzave të UÇK-s është themeli i shtetit të Kosovës dhe forca e gjallë e qenies shqiptare në Ballkan. Nga ky shesh, le të ngrijemi një zë i vetëm, nder për luftëtarët e lirisë, krenari për bijtë e kombit, drejtësi për çlirimtarët, ka shkruar Rama. Ndaj pjesëmarrjes së këtij ka reaguar analisti nga Shqipëria Mila Imnela, i cili fotografinë e tij në proteste cilëson si foto që flet sa 1000 fjalë. Tutja i shkroi se kujt do të ja merrte mendja se LDK-ja e Ibrahim Rrugovës bie në llom kaq poshtë.